Mund ta bësh një herë atë gjestin ekstravagant që i përulesh kryeministres ose siç ka bërë 2-3 gjeste të tjera në takime të tjera. Po kjo sotmi ishte tepruar sa e detyroi atë e vuri në vështirësi dhe kryeministra Meloni të justifikonte gjestin e tij se ajo ka hallin e vet se si do interpretojnë mediat në Itali, se nganjëherë duket dhe si tallse, sikur domethënë kur del jashtë kornizave të protokollare, tani duhet dhe tjetri të gjejë një mënyrë që të sillet me elasticitet ndaj asaj, dhe ajo e gjeti për fat batutën, e tha, ulet tha se nuk do që të tregoj se sa do të arrijë nivelin e gjatësisë time. Dhe këto nuk janë, faleminderit që na e solli regjia prap tani, çfarë janë ato gjeste, se nuk shkoj fare. Kjo është një formulë e tepruar për një vëmendje të caktuar që ai e di që do ja marri, sa aty ka fotoreporter, ka kamera, janë agjencitë e huaja. Janë sytë edhe e bën kastile. Tani për çfarë bën? Kjo është një vëmendje e panevojshme, pra egocentrizëm i panevojshëm dhe protagonizëm i panevojshëm në një forum ku të vinë 47 udhëheqës vendesh nga më të rëndësishme.